Mund themi që në dy bashkit përkatësisht në Krujë dhe në Shijak ka përfunduar shpërndarja e të gjithë logjistikës në të gjithë qendrat e votimit që i përkasin këtyre dy bashkive, ndërkohë që në 5 KZZ e bashkisë së Durrësit vijon edhe në momentet që flasim, duke patur parasysh që ka dhe numrin më të lartë të votuesve. Ditën e nesërme janë rreth 351.000 votues që kanë të drejtë të ushtrojnë votën e tyre në të gjithë qarkun e Durrësit, përfshirë këtu edhe 25.000 emigrantët të cilët janë regjistruar në këtë proces. Dim pashtu që Durrësi prodhon në total 14 deputet, përkatësisht 5 në listën e mbyllur dhe 9 në listën e hapur. Ka qenë një fushat, mund ta themi, që nuk ka qenë në ekip sa i takon subjekteve përfaqësuese në këtë garë, pasi çdo kush përveç atyre që kanë qenë në listave të sigura, kanë bërë garë individuale pavarësisht subjektit që i përkasin. Dhe madje mund të themi që lufta në thonjza e më e madhe ka qenë brenda të njëjtave subjekte politike, pasi garën realisht e kanë me njëri tjetrin, le ta themi. Elitona, ka një kuriozitet sa i takon burgut të Durrësit, si do votohet aty? Nesër në orën 11 do shuhet i gjithë kuriozitet, pasi jemi njoftuar që rreth orës 11:30 kjo qendër votimi do të jetë aktive për të votuar edhe personazhet publike politike që tashmë po përballen me drejtësinë dhe ndodhen në ambientet e institucionit të ekzekutimit të veprave penale në Durrës, dhe natyrisht kemi zotin Veliaj që për herë të parë voton në Durrës, zoti Beqaj po ashtu, që natyrisht do të shohim në rast se do na jepet kjo mundësi, pasi kemi marrë një njoftim që rreth kësaj ore do të hapet kjo qendër votime dhe mund ndoshta që të kemi pak, pse jo, edhe plane nga ky moment. Elitona, faleminderit shumë për gjithë informacionet që na përcollen nga qarku i Durrësit.